E po sa të rosh, do mësosh, i thon këtij muhabeti. Nuk kisha parë, nuk kisha dëgjuar ndonjëherë byrek me ujë të gazuar. E pash në një faqe turke, u impresionova nga rezultati fantastik dhe thashta përgatisja dhe pse jo ta ndaja me ju. Dhe nëse nuk e kemi përgatitur ndonjëherë, e jeni dhe përgatisim së bashku. Si fillim kam marrë gjizën dhe djathin e thërmuar me majdenozin e grir, i kam përzier mirë dhe në një tas tjetër vezët qumshti në ujin e gazuar dhe vajin në ulli së bashku me kripën i kam përzier derisa vezët janë shkrirë të rësisht. Në një tavë me vaj ulliri kam shtruar petët dhe në çdo petë që kam shtruar kam hedhur përgatitjen e qumshtit, kam hedhur harxhin me djathë dhe me gjizë, kam shtruar përsëri petë, siç e thash dhe më lart, çdo petë e njomi me qumshtin e përgatitur. Unë kam bërë me 2 shtresa djathi dhe pastaj në përfundim petët i kam mbyllur mirë dhe përsipër kam vendosur dhe një petë tjetër që mos u dukesh në ato petët e ndara. Kam hedhur dhe ujin e gazuar dhe siç e shikoni dhe në furrë ka dalë mrekullia vetë, është pjekur në 220 gradë në furrë para ngrohur. Kur ta provoni, keni për ta besuar se Nela nuk ju gënjen. Nëse përgatisni, ju bëf të mirë.